Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. E filluam videon duke ikur për në Kosovë. Do shkojmë për të parë disa gjëra që do na duhen për te dyqani i ri për ta mobiluar. Kemi parë dhe në vende tjera, kemi parë dhe në Tiranë, por tham të shikojmë dhe në Kosovë sepse kam parë që ka gjëra goxha të bukura. Uroj të takoj ndonjë nga ju ndjekësit e mi të Kosovës. Tani jemi në dogan, po predoni siguracionin, sepse ky siguracioni që kemi nuk ben edhe për këtë në Kosovë, kështu që do duhet të presim një siguracion këtu te dogana. Dhe pastaj ikim direkt, jam me lodhur. Nuk kemi pushuar asnjë ditë. Kam një javë që flesh shumë pak dhe vetëm punë. Mbaruam me eventin që kishim në Shkodër dhe direkt pastaj kisha punë me dyqanin dhe tani po ikim përsëri për dyqanin dhe pastaj kemi përtikur dhe për furnizim. Kemi një program tepër të ngarkuar, shumë të ngarkuar, t'ju them të drejtën. Uroj t'ja dalim dhe nuk e di sa akoma do qëndroj në kem. Jam lodhur, vërtet jam shumë e lodhur këtë kohë. Të paktën uroj të bëjmë punë dhe të gjejmë gjërat që duam këtu në Prizren. Do shkojmë si fillim në Prizren dhe nëse nuk gjejmë në Prizren do duhet të shkojmë dhe në Prishtinë. Uroj të mbarojmë punë sepse kam dhe punë shumë pasaj të dyqani për koleksionet për koleksionin e Saudezës. Më flijet, nuk keni ide, një miquar që më 5:30. Dhe kam fjet dhe vonë, kam fjet në orën 12:30, kështu që dua të flej, kam nevojë për gjumë, kam nevojë për pak pushim. Do të dalësh një foto me këta. A do të dalësh një me këta. Me këta zotnik këtu. Kemi ndaj 10 minuta këtu. Edhe s'po e dje foton. Po? Ku shkote? Ja, sanduiç këtu, dhall. E kanë qef dhallin, si në Turqi këtu. Edhe unë kam shumë qef, e dini. Ulla që këzare. E nga të regodoni pak sanduicin tani që morë. Pa qa më sun gjuk mora kësho se pasha dje edhe hajde më pëlqevi. Ta provojmë jetë. Ja nga thuaj tani. Qa është jo? Sa e ke mush më dënë. Unë e kam mush më. Rëndaj beri 6 euro ajo. Ki edhe speca e që më pik në gjezit më dënë. Erdha në shtëpi, bëra një banjo. Nuk që do një pak në punë. Nuk mbaruam punë në Kosovë, nuk gjithëm atë që donim. Plus që transporti për këte ishte ekstrem. Donim mobilim për dyqanin. Kështu që akoma s'kemi gjithë zgjidhje. Akoma. Se di se si do bet. Dhe ky zotëria erdhëm dhe fjeti direkt, se nuk e vazhdova vlogun, unë futa bëra një banjë dhe ngra buk. Ky zotëria fjeti, ky ripi tani më çan kokën. Dhe është në rregull se ne në darkë do nisemi për në Turqi për furnizim. Do nisemi për Angelin. Dhe ky zotëria është i ngopur me gjumë tani. Unë jam e vdekur për gjumë, duket sa e lodhur jam. Do vesh atë ripin se s'po e duroj dot këtë. Unë jam e vdekur për gjumë njerës. Dhe tani do shkoj të punoj. Po presim tramin, kam kopa në tram. Se gjithmonë vim dhe rrim disa orë dhe ikim, nuk është muzika.
freskon. Akullore të freskon, shikoni që gjeta. Akullore Dubai. Ta provoj e dëni. Kjo në fakt do ishte për video me snacks, do ishte super, po ku kemi ne kohë të bëjmë video me snacks. Ha si është, tregoj pak të në kamerë. Më pëlqen fare. Tregoj pak. E se ka të shirë në Dubai, fare? Të çokoladës në Dubai? Kujdes, mos e lësho. Ka daif. Të shëkeqe. Shumë e embël. Shumë e embël. Po të shema në një shishe oj mirë do që. Futem prapë, e pësa është rradha atje. Për zotin. I mora sandalet që kisha kaq kohë që prisja t'i merja. Dhe them kisha pyetur në disa faqe që sillnin personal shopper që sillnin nga jashtë për në Shqipëri dhe asnjëherë nuk gjeja numrin tim. I mora. I gjeta. Kjo qendra tregtare qenka gjigante. Ka tipar ka ato luxury brands, ato firmat e shtrenjta, poshtë janë këto firmat tjera që përballohen, që mund t'i përballojnë, dhe ka dhe sipër, ka përfund. Kështu që ne do ta eksplorojmë, sepse avionin e kemi në orën 12 të natës, 12:05. Që të bëjmë, ne do bëjmë xhiro këtu në qendër tregtare, pastaj marrim taksi që këtu dhe të ikim. Ka dhe më poshtë dënë. Më kishte kërkuar Eli diçka te Zara, nuk e dija ka Zara këtu. Mi kanë vendosur çokoladë kafes. Sa kjo duket? E tani ta përzim të shohim se si bëhet kur përzihet. Ngelin luk. Shumë e mirë. Erdhëm në aeroport 9 orë para fluturimit, dhe këtu afër është një qendër tregtare. Dhe thotë do një shkojmë te qendra tregtare, dhe më pse s'e më përpara, paktën paguam taksin deri këtu, kishim ndaluar aty. Sa kohë kam pa ngren McDonald's modon. Так, на мне чётко. Сезон. Hiç çıkmıyor da bir bak. Burada yiyeceksiniz değil mi? Kemi ardhur sa? Kemi ardhur 9 orë para. Këtu ka aeroport. Nuk vajtëm te ai molli që ishte këtu afër, pse do thoni jo? Sepse kam aplikacionin Uber këtu dhe përdor gjithmonë kur vi. Uber që është për taksit.
Dhe do më thënë, është aplikacion që thret taksin dhe vjen të merë të thot çmimin edhe çdo gjë paraprakisht. 4 shofera do një pan dhe një, mos me sot. 1 orë fix kemi qëndruar jashtë aeroportit, duke pritur shoferat, argjuva internet kotë së koti, sepse asnjëri nuk na nderovi të vinte të na merrte. 2-3 shofera kaluan këtu, shtis, do më thënë se Uberi, për ju që se dini, se shumë da ju e dini. Interesonte shumë se që këtu afër. Ishte afër. Po pse pranonin? Pse pranonin? Uberi... ku do veje? Po e tregon, more, unë e shkel që në fillim se ku do vete. Unë e them, e shkruaj atje ku do vete. Pra, në Uber, është aplikacioni dhe shkruan ti për shembull destinacionin ku do të shkosh. Edhe aty të thot për shembull kaq lekë. Me Uber janë ata që punojnë edhe vinë me ato makina me karroca që të ngelen rrugës, na vrasin vetëm ata. A që na ndodhi dje. Nese. Faleminderit. S'kemi pas eksperienca të mira me shoferat këtë ditë me taksit. Dhe e shkruan atje dhe të thotë me thënë emrin e personi që vjen, markën e makinës, çmimin dhe targën. Pra unë kur vjen, duke qenë se e shoh targën në telefon, e di. Do më thënë, e shoh edhe e kuptoj se kush do vi, se shoh gjitha targat e taksive që kalojnë. 3 nga ata, se më duket një 5 herë kam provuar për të ardhur në taksi, 3 nga ata kanë kaluar këtu para nesh, shtis, unë duke ja bërë me dorë dhe nuk na kanë parë dhe thjesht pastaj e kanë anulluar si rrugë. I fundit, si ishte i fundit na thoshte se shkruash mesazh me personin që thret me Uber. I fundit më thoshte, hajde ti te policia, që unë kisha diku te 3 kilometra në kem. Më falë, si të vi unë te policia që unë nuk e dija fare se ku ishte. Jam në aeroport dhe duhet vishti këtu, te vendi ku kam kërkuar. Ose hajde thoshte, ose anulloje. E dini pse thoshte anulloje, sepse nëse anulloj unë, duhet paguaj unë. Nëse anulloj rrugën, duhet paguaj unë aplikacionin. Nëse anullon ai, e paguan ai. Edhe i ulen ato pikët e yjet që kanë nesër. Dhe nuk pranon të anullon të njerës. Dhe ti se kisha fare fajn, si thoja mos di ku të vi, nuk e di ku është policia, ngarkuar jam. Pse e thash Uberin unë të më vi në destinacionin ku ndodhem? Pra të punë. Dhe si përfundim, më thoshte shkruaj turqisht, unë i shkruaj anglisht. Këtu nuk di asnjeri anglisht, asnjeri më sa kam kuptuar. Në çdo taksi që kam hyrë, kaq vite, asnjeri nuk flet anglisht. Edhe ata i thoja Donit, si ka mundësi që përdorin Uberin këta njerëz që nuk din anglisht? Se Uber normal që përdorin vetëm turistat. Dhe turistat si do mirën në vesh. Në kemë me duar gjithmonë flasim ne me këta, se nuk kuptojemi. Ose me Google Translate në turqisht. Po dhe Translate e keni parasysh që si e bën vërtimin. Dhe kështu, dhe si përfundim u acaruam, kemi ndet plot një orë jashtë dhe thamë, me disi shpuna, futemi brenda në aeroport, ham do një gjë në McDonald's, futemi në internet dhe qëndrojmë aty. Dhe këtë bërëm, hangër në McDonald's, ndetëm një orë gjysmë 2 orë në McDonald's, jo, më pak kemi ndet. Pastaj kemi qëndruar këtu. Na, kemi qëndruar. Se nuk ka as vend, dhe s'ke ku ullë, se është plot aeroporti dhe kemi qëndruar këtu në tokë. Futemi jemi bërë të futemi në lavatriqe gjithë bashkë. Me gjithë roba jemi bërë të futemi në lavatriqe. Dje nuk ju bëra shumë vlog, sepse mbaruam punë në vonë, në darkë, vajtëm ja futëm gjumit. Kemi rregulluar dhe gjithë gjërat. Për tani presim që të në dhifu një filmi super i bukur. Është një nga më të bukurit, normal, se këtë furnizim do mbajt për hapjet. Edhe kaq.
ju thash që provova kullore në Dubai, e thash, apo e kemi xhiruar? Nuk e dija, u tregova. Okej, e mirë ishte, po jo ndonjë gjë wow. E kujtonte atë, çokoladën e Dubai, Donit nuk e pëlqeu, mua okej. Hajde ikim tani se u hap geti. Jemi 16-ta. Gjëja e mirë është kur e bën check-in vet, kur i pret biletat vet dhe bën check-in vet. Nuk pret në radhë për të marrë biletën. Por shikoni qa nuk i shpëtuam. I shpëtuam radhës atje, po radhës këtu jo. Jemi në ditën tjetër dhe dje kemi ardhur shumë vonë, kemi arrit diku në 3 të natës më duket. Mos më shikoni flokët se jam skandale di, po kam qenë mëngjes këtu te puna dhe s'kam lëviz fare sepse dje erdhëm dhe sot në darkë do ikim. Nuk po ju them akoma se ku do vete, por më në fund do shkoj në një vend që të pushoj pak, të relaksojmë dhe të shikoni dhe ju diçka ndryshe. Jam duke prerë një fustan se duhet ta marr me vete. Dhe bëj shpejt e shpejt sepse kam dhe një orar për thojnë të kemëve, që kam skandal. Kështu që duhet ta pres sa më shpejt fustanin, ta qep sa më shpejt, sepse kam vetëm një orë kohë. Brenda një ore unë duhet ta kem bërë këta. Dhe të nxitoj tani jashtë mase. Nuk kam bërë asgjë gati, ku kam patur kohë se djerdhëm vonë si që thash. Po të mbaroj këtë shkoj për fajnë dhe pasaj të shkoj që të bëhem gati. Po bëj diçka shumë bukur. Më në fund, orari për të ngrenë, më në fund. Kanë haruar të. Qanë porosit jeli. E qa tjetër ka këtu Eli? Ati ka takos. Ka dhe takos. Sa filloj me takos? Më fish qita e, unë e dua atë. Po shko pra mere pak atë patates të nëna. Ka filloj një me takos. Eli janë shumë të qullta. Po t'jeli marrë tako. Po. Do! Më mëgër dhe ato dy bukën që bak, bukën e kishin thek pak shumë, shkrici. Qa bërë më të qapu? Qabe, lërë më shopi qabe, shpikje. A do i kemë shpikje të tuja? Shpikje. Fundit për zotin. E kryve? Ti paske... Pasaj si që kam bërë, se kam bajt në shtëpi dhe kam marrë 3-4 herë këtu të puna. E në qikon në qa gjendje kam marrë dhe. Kam i kostum në plazhi këtu, se nuk kam patur fare kohë që të marrë gjera për vete, për udhëtimin. Kështu që një kostum që kishte porositur e linjër të shenjë, këtë të verdhën, këtë të bukurën. Ne kishin sjell me ripa. Kishin sjell me ripa neon, skandal. Edhe i vendosa këto ripat që i shkojnë në ngjyrë të paktën, është tyll kjo, ka pak elasticitet, po të paktën kombinon fiks me ngjyrën. Ikim, ora vajte sa vajte? Asja vajti vonë. Sa vajte? Jemi përsëri në aeroportin e Rinasit. Këtë radhë, si që thash edhe më përpara, po shkojmë në një vend tjetër, për pak relax,
të qetësojmë pak trurin, të marrim energji të mira. Fillovi kë. Qa ke mo, qa ke? E kur truri për i vëndë, do me vënë vëndë. Dhe, shikoni sa bukur se nuk jo të regova kur ishim në Stamboll, kur erdhëm në dije kur u kthyem. Shikoni se dije që u kthyem ne, po e pastronin që do të hapnin sot. Sa bukur e kanë bërë super bukur. Do të thënë sot e shkoj me sy tjetër se nuk po shkoj për punë. Sot po shkoj për qef. Qa zbure? Qelë Ku? Tek qonë. Edhe njerëz më në fund do shkoj diku për pushime, më në fund pushime i thenqin, se ju e dini, pushime do ishte nëse nuk beja fare vlog, nëse nuk beja asnjë video për Instagram, ose he foto për Instagram, ose atëre do ishin pushime. Po nuk më rrihet pa ju treguar ju vendin që do shkojmë. Normal që në këtë video nuk do ju them. Do ju them në videon e radhës se ku do shkojmë. Por, ju tani në këto moment A e tregove këta? Po, më e tregova, dua të shkruani dhe të na thoni ku mendoni se po shkoj. Na thoni, unë dua kafe të një. Kafe? Harrova t'ju them, ora është 5:10 e mëngjesit tani. Nuk kam fjetur fare, po fare. Kam bërë valigjen deri në orën 1 natës, jam marrë me valigjen, sepse deri vonë në darë kam ndaj të dyqani. Dhe pas ajo u futa bëra një banjo dhe u nisëm në ora 3 nga Shkodra për në Rinas. Tani dua një kafe, Donion. Dua një kafe. Këtu të ta marrësh. Hajtë, kalojmë atë për që kini. Plot avioni. Është plot edhe doja të flija. Inshallah nuk është dhe tjetri se i kemi transit. Ka që plot. Arritëm në Frankfurt. Tani do shkojmë të gjejmë gate-in tjetër dhe do presim atje. Ikën me tren këtu. Si ku do me tren? Se lezetshëm. Edhe neve kemi tren aty. Interesante. Kështu ka qenë edhe aeroportin atje tani, në Singapur që kishte tren, po nuk hypëm ne se fjetëm. Kemi 3 orë tranzit, do qëndrojmë 3 orë këtu. E gjetëm dhe gate-in, jemi të Train is departing. Please hold on to the handrails. Zu 16 ishte do në? Diese Skyline bringt Sie zu Terminal 1, Bereich E çuditshme që në Gjermani të ketë këtë kohë. Concourse C, as well as to Terminal 2, concourses D and E. Mirë që mora këtë gjaketën, mirë që kam ftohtë, se unë jam dhe anemike dhe jam kështu si njeri pa gjak. Hajde se u hapëm. Türen schließen. Por, Bitte kisha zurückbleiben. këtë të veshur, Doors are closing. e Please lava stand dhe back. thava në tharse, se doja që ta visha rrugës, këtë setin që kemi që vjetë të Saudeza. E kisha vesh gjatë ditës dhe thash duhet të mbaj dhe në udhëtim, kështu që e lava, e futa në tharse dhe prita tharse dhe prandaj dhe nuk fjeta gjumë. Por, aroma që kam vendosur këtë radhë është dhe lenor, se gjithmonë marrë atë në Greqi, këtë radhë në kam baruar, s'kemi kopa vajt. Edhe nuk është se pëlqej, nuk është se e duroj do të thot këmë më doni. O doni të cëja jemi më doni. Sa thot? Se 16 Po. Dhe si po ju thoja, mirë atë, po në aeroportin e Rinasit vajta provova disa parfume. U bë një mix edhe nuk po e duroja fare. Mëzuri, njerëz dhe thash,
po e heq. E vura vesha këtë që kisha marrë me vete se dia do më duhet, se do kem ftohtë, vesha këtë dhe hoqa këtë se s'po duroj do të fare aroma. Do thoni ju që ju intereson ju këto gjatë, një informacion jo thash. Mos vendosni shumë parfume kur jeni në aeroport, ato parfumet kur keni për të udhëtuar, nëse jeni dhe ju njerëz që mund t'ju ze. Mua nuk më ze, domethënë unë gjithmonë në Sephora, në këto, jo në Sephora, në këto gjithmonë në aeroporte që ka parfume dhe kështu provoj që të shikoj a më pëlqen në një dhe i duroj. Po këtë radhë ndoshta u bën mix bashkë me atë zbutësin e rrobave dhe të ndes për duroj. Shumë vendi vdekur o do. Ja, si në Berlin dhe këtu. Si në Berlin dhe këtu, dhe në Berlin kështu ka qenë. Shumë vend i qetë, shumë. Më ka bërë shumë përshtypje. E dëgjoni besoj sa qetësi është. Ka që qetësi në asnjë aeroport deri më sot nuk më ka rastis. Plus, Ç'të bësh këto kur të vishë pastaj? kur të vim me vetë, ja fusim gjumit. Se kur të kthehemi kemi disa orë tjera. Se aja është këtu, 6 meta. Nuk ka asnjë kafe. Nuk ka asnjë vend që të duash të hash diçka. Vetëm një market ishte një duty free. Nuk ka asgjë. Shumë e çuditshme. Mirë që kam patatina. Po mos ketë një McDonald's. Aeroport pa McDonald's. Ç'do më bëj? Jo them që dua. E vetmja kafe, vetëm kjo. Në gjithë aeroport vetëm kjo, asgjë tjetër. E vetmja kafe është ajo që shikoni atje. E vetmja kafe. Dhe mora një sanduiç. Të shohim tani se si është. Ardhra, ham sanduiç me patatina, a keni parë ju? Ja ku është. Sensacion. Po më po të shihen shumë, e di. Të vogël. Ka salata atje brenda, ka salam. Dollek se nxjerr. Ka kebab atje brenda, çfarë nuk ka atje brenda? Ja fude i patatinë. Me sallam është më çfarë kebabi. Çfarë ka atje? Ja, sallam Salam dhe pesto. dhe patatina. A keni parë? Në Urban. Po futemi në avion, më në fund, dhe them këtu të ndruk të vlog, do të merrni vesh, besoj në avion tani, do sa të futemi brenda, do filloj të ditoj të video, dhe në logjik do ta postoj sa po të arri dhe të kemi internet në hotel, në destinacion. Kemi rrugë shumë të gjatë, sepse figurimi tani është 10 orë të tjera, 2 orë gjysmë ishte nga Tirana deri në Frankfurt, edhe këtu deri aty do shkojmë janë 10 orë të tjera. Kështu që normal mos harroni të bëni subscribe, jemi shumë afër në 10, kështu që shihni në videon e radhës. Bye.